Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur që të pezullojnë vizat me disa prej shteteve të globit, ku përfshihet Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Kosova. Për të folur mbi këtë vendim, kam të ftuar në një lidhje direkte nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës aktivistin e njohur Sadri Kortoçi. Zoti Kortoçi, faleminderit shumë për intervistën. Patjetër, kënaqësia ime. Zoti Kortoçi, çfarë do thotë ky vendim për shqiptarët? Vendimi për shqiptarët do thotë që për momentin vizat këto vizat që kanë bën me green card, me bashkim familje, me lotëri janë pezullu për një moment dhe një afat pacaktuar. Duhet me kuptu një gjë që gjithë të vende që janë në listën e atyre që të ndalohen vizat me marrë se cilin qeveri në vete, asnjë nuk është qeveri që ta them punon për popullin, pothuajse gjithë nga këto 75 vende janë qeveri të korruptume, janë qeveri që zgjedhjet nuk bëhen të rregullta, janë qeveri që shtypen partitë opozitare, qeveri që shtypin minorancat. Amerika është ndërtu me emigrantat, në vërtet është shteti që është ndërtu i vetmi shtet në botë, do thosha që është ndërtu përmes emigrantave. Por kuptohet që emigrantat e 300 vjetëve përpara me emigrantat e sotët kanë komplet qasje tjetër, komplet janë ndryshe. Pasi kur erdhen ato emigrantët e parë në Ellis Island, qëllimi i tyre ishte thjesht me pas lirin, të fitojnë lirin, edhe të kenë një prosperitet. Ndërsa sot, kur e shef, unë jam emigrant për veten time, por në vërtet Amerika po hum rolin e superfuqisë botërore, pasi veçanërisht në këto vitet e fundit që e majta ka qenë pushtet, Amerika ka qenë komplet me kufit hapun. A i vjen mirë njerëzve, a i vjen keq kur i them këto gjona, në vërtet se ndoshta disa thonë që ti je emigrant për vete, tash i ke marrë vizat, ke marrë dokumentat edhe mundesh me folë shumë lirshëm. Po s'po shkojmë larg në për vendet e tjera, po marrim thjesht shtetin shqiptar. Që nga 90-ta struggling, si thonë Shqipnia, po përpiqet me dalë për një sistemi që ka qenë një sistemi më i egër komunist, me një ekonomi tregu, me një ekonomi të lirë, me një shtet që duhet me qenë shtet i drejt, i zdrejtës për gjithë, por çdo aspekt në këto 35 vite në Shqipëri ka dështuar. Në kuptimin e fjalës ka dështuar, nuk është dërgu deri aty ku duhet. Ta marrim që nga prona, që nga drejtësia, që nga shëndetësia, që nga mbrojtja, që nga edukimi, që nga çdo aspekt i jetës shoqërore edhe sociale në Shqipëri ka dështuar. Atëherë pse duhet Shtetet e Bashkuara të Amerikës kenë mëshirë ndaj një popull kur qeveria, kur vet populli nuk e vlerëson vetveten, pasi gjitha pasojat ku është Shqipëria sot është ndërtu nga ne shqiptarët, është ndërtu nga vet ato shqiptarë që kanë qenë aty. E kur një popull jeton me korrupsion, me dallavere, me padrejtësi, atëherë Amerika, këta njerëz nuk janë budallej. Nuk janë budallej që dikush do kujtohet për këtë vend. Dikush ka për të kujtuar këtë vend. Unë nuk jam dakord që ato njerëz që janë në përgjithësi njerëz që thjesht kërkojnë të vinë në Amerikë, me ndalu nëse janë ato njerëz janë çdo gjë kanë atë biografinë e mirë, por dije që edhe nga Shqipëria kanë ardhur njerëz që nuk janë të padëshirueshëm, janë përballuar me ligjin. Qëllimi i Trumpit është që ky thotë se
Ky është president i një shtetit madh, ai don përkrahje, don support. Disa gjëra që bëhen, ndoshta që dikuj nuk i vjen mirë, si me thonë shqiptarëve në këtë rast, po morëm shembull shqiptar, por ai fiton një popularitet të një pjesë e amerikanëve, pasi gjithë to ndihma sociale që jepen nga shteti amerikan, sikurse food stamps, domthonjë që morën ushqime me karta, ndoshta edhe banesat, nuk kam mund me gjetë asnjë burim sakt se sa shqiptar nga Kosova morën asistencë sociale. Para disa dish presidenti Trump postoj në media sociale ti, në Truth Social, postoj që diku 46% e kosovarëve, e shqiptarëve nga Kosova, edhe 41% e shqiptarëve Shqipërisë marrin ndihmë sociale. Di një fakt, për shembull, që shumica e këtyre që kanë ardhur, po flas mas 90-s, kanë arritë që të marrin dokumentat si shtetas amerikan. Unë flas thjesht për nanën teme. Për shembull, nana ime merr diku $600 asistencë sociale nga shteti amerikan. Kur në vërtet unë kam nanën time edhe jeton me mua, por a është e drejtë kjo për njerëzit amerikan? Me pyet këta ndajnë çekun me njëri tjetrin, baba me të birin, baba me vajzën, burrë, grua, shumica e njerëzve këtu, shumica e çifteve i kanë ndame ato llogarit bankare. Kështu që kur këta njerëz e shohin interesin thjesht ke familja, po flas ke më të afërmit e vet, atëherë kush janë shqiptarët për ne, ose kush janë ata që vinë këtu? Normalisht këta kanë zemrën e mirë, por kjo është fakt se vetëm po flasim shqiptarët e Shqipërisë që kanë ardhur për i 90-s këtu, kanë marrë ndihma nëpërmes shtetit amerikan. Kuptimin e fjalës, nuk është thjesht një ndihmë që ke shkuar ke apliku, por thjesht ti, edhe nëse ke ardhur si turist ose ke ardhur me qëllim që fëmia jote bëhet shtetas amerikan, ke përfunduar në spitalet amerikane, ke qëndru për ditë, këtu spitali është, nëse s'ke një sigurim mjekësor shumë i shtrenjtë, kuptohet që dikush dhe i paguaj ato lek, se këtu spitalet janë private, ka dhe spitalet tjera që shteti mbulon, por shteti ku do i marrën, në vërtet ku merr shteti parë? Shteti merr parë nga takspaguesit. Kështu që gjitha këto gjëra janë bërë sebep, shkak që pas një analizë ndoshta thellë edhe pas vitesh që kjo ka qenë edhe vazhdon të jetë, të bëjë një stop, një ndales për këto vendet. Unë pash në një nga këto videot e shkurta që Trump e thoshte si ka mundësi që ne marrim njerëz nga vendet që janë me përkthy në Shqip, një grupë e madhe, edhe me kuptim edhe nësha ma të keq. Edhe kur i shef listën e gjithë këtyre vendeve, gjitha kanë probleme në vendet e tyre, gjitha. Kuba, Brazili, Kolombia, Azerbajxhan, Shqipnia, Macedonia, Kosova, domethënë gjitha këto shtete, nuk e gjan një shtet, nga këto që janë në listë që nuk kanë probleme në vendet e tyre. Atëherë, këta njerëz kur kanë probleme në vendet e tyre do vinë këtu në vendin e amerikanëve, sigurisht që do kenë probleme, sigurisht që do kërkojnë ndihma, do morën nga takspaguesit, ndoshta edhe nuk morën as shumë, nuk thash edhe një herë listat, nuk ka mujt me gjetë asnjë burim nga shtetit eksakt se sa ka qenë ato burime që Trump i ka publiku në median e vet, duket se ka qenë një parti tjetër, një kompani tjetër që i ka bërë këto verifikime. Unë mundova me gjetë në vërtet një përqindje se sa, ka që marrin përqindje sa dushke që shqiptarë marrin ndihma sociale për ushqime edhe për një
pagesë ndoshta shtëpiave, njerëz që janë ndam, për shembull nga familjarë që janë ndam, normalisht që duhet me marr diçka për fëmijët e tyre, se unë edhe nuk e di shumë atë aspekt se cilat janë kushtet që duhet me marrë ndihmë sociale pasi për vetes asnjëherë s'kam aplikuar dhe nuk i di rregullat se kush është i ligjëruar që të marrën të. Por fakti që ne nga vim mundohem me i bë gjanat pak me hile ose me dallaver, shqip me thonë, edhe këtu normalisht që përfitojnë nga ajo mundësia që ju jep ligji, pasi ky vend është ndërtuar me emigrantë edhe është ndërtuar që secilit të kenë një shans edhe një mundësi. Atëherë një pjesë ndoshta punojnë në punë të zezë edhe marrin diçka nga qeveria. Kështu që kjo gjë, se duket Trumpi do me ndalu, sikur se thash, më vjen keq për ato njerëz që nuk e kanë mundësinë, bojnë bashkim familjar pasi se s'ka për të qenë gjithmonë kjo situatë. Kjo është për momentin është përzulluar. Trumpi nuk ka përqenë gjithmonë në fuqi, por problemi është se do i ndryshojnë edhe rregullat e lojës, si thonë. Se bota po ndryshon, vërtet ka ndryshuar edhe bota në asë vitet e fundit, domthonë çdo gjë është duke orientuar me ndryshuar pozitat gjeografike, pozitat ekonomike, sociale, edhe gjitha këto bëhen bashk kur e shohin që Amerika si shtet po dobësohet. Atë një prej këtyre arsyeve është edhe gjithë emigranta. Vetëm skandali që është gjetë në shtetin e Minnesotas, domthonë është shumë e habishme, domthonë që me miliona dollar Somalin, njerëzit që kanë ardhur nga Somalia, kanë marrë me miliarda dollar qeverisë amerikane, domthonë qeveria nuk i ka dhënë direkt, po i ka dhënë fonde domthonë për kështu kopshte, si me thonë, ship daycare, që një gazetar YouTuber, një person thjesht që ka pasur kanal, ka arrit që me gjetë me miliona dollar objekte që kanë qenë gjoja biznese dhe s'ka pas biznes, edhe kanë marrë për çdo muaj kanë marrë domthonë me nga 1 milion e 2 milion dollar deri në 9 milion dollar për një vit me kështu gjoja kështu shkolla ditore, si thon kopshte, me këto që kujdesen për smur, kur fakti është që asnjë smur s'ka qenë aty, asnjë s'ka qenë në këto shkolla. Kështu që kur po e le derën hapun edhe futet kushdo, normalisht që një ditë ke përgjegjë diko që ndoshta edhe s'mundesh me nxjerr prej shtëpisë tënde. Kjo është fakt, këtë e di. Kështu që edhe ne si popull nuk duhet mu surprizue, nuk duhet mu surprizue se ti kur bën probleme në vendin tonë, normalisht që ajo edukat, ajo sjellje që ke bërë që i rrit, ka për të përcjellë, nuk them se këtu unë për vete nuk di familje shqiptare, tash nuk di familje shqiptare që merr asistent publike. Nuk di, se 99.9% e shqiptarëve që i njoh, ata që i njoh, se nuk i njoh gjithë, e di që punojnë punë të rregullt, kuptim fjalës me paycheck ose kanë biznese. Kaq, ndërsa tjerat duhet me prisë se këto në vërtet i kanë dhënë emrat, por akoma s'ka dalë asnjë gjë, si më thonë, me qenë definitive. Ligji ka me hynë fuqi në vërtet ky rregull, ka me hynë fuqi diku nga javës tjetër, në janar, me 21 janar kanë lanë kështu sikur datë. Kështu që shohim.
Zoti Korto, që mendoni që pas pezullimit të vizave me shqiptarët do vi dhe një vendim më i fortë për të pezulluar vizat e politikanëve shqiptarë? Nëse më pyet mua, të kisha thonë që politikanë shqiptarë do të më pas qenë të parë që më ndalu më ardhën këtë vend. Përjet, pik. Ata e meritojnë domosë se një prej pasojave që ndoshta shqiptarët dënohen për këtë gjë është pasoja e qeveritarëve shqiptarë që kanë udhëheqë vendin këto 35 vite të fundit. Ata duhet me qenë e ke sa dush, domosë që nga 90-ta edhe deri tash sa dush politikanë shqiptarë që kanë ardhur kanë gjetë stre në Amerikë. Njerëz që kanë bërë edhe korupcion ndoshta në Shqipëri kanë hapë edhe biznese këtu. Kështu që këta duhet me qenë të partë në listën e para gjithë këtyre 75 vendeve që janë. Atë domosdoshmë nuk e diskutojnë në mënyrë më kategorike. Ata duhet me qenë njerëz që dënohen për këto, jo vetëm në Amerikë, po edhe në Angli, edhe në Evropë, as i vend tjetër mos milon, hiç, zero. Ata meritojnë në vërtet gjithë ata që kanë ly durt me para në Shqipëri, domthonjë që akuzohen për korrupsion ose kanë vjedh, ata meritojnë në vërtet mos me qenë jo në politik, po meritojnë me qenë të izolum, me i pague atë çka ju kanë marrë popullit shqiptar. Që është vendosur që me datë 28 janar do të mbahet dhe po themi mbledhja e këshillit mandateve lidhur me imunitetin e Belinda Ballukut. Mendoni që Rama do të vendosë që ta dorëzoj Belinda Ballukun dhe ta arrestojë nga Spaku? Disa herë kam përsërit, unë nuk kam asnjë lloj besimi ke Spaku. Kush është Spaku? Edi Rama është kryeministri i Shqipërisë, Belinda është zëvendëse e tij, ministra, të gjithë. Spaku është një person i edukuar në Shqipëri, ose ka bën një, se di atë backgroundin e këtyne, biografinë e këtyne Spakut, por di që ka edhe prej atyre që kanë qenë hetusa të në kohën e Amizadisë, në kohën e Vrës. Di edhe për këtë që ka nga ato që janë akoma aty. Nuk do të thonë kjo që është diçka e keqe, por thjesht kanë qenë shërtor të sistemit të atëhershëm, edhe kanë dënuar njerëz. Vetë fakti që ata njerëz kanë qenë pjesë e sistemit nuk duhet me pas qenë sot me drejtu Spakun. Tash i dim ke Spaku. Kur kryeministra e Shqipërisë akuzohet për miliona dollar, kur kryeministri i Shqipërisë, me afera korruptive në këto 13 vitet e fundit, nuk ka asnjë javë që nuk shkon që del një aferë korruptive, ty ja fillu që nga antarët e thjesht bashkive në përrethe e deri ke kryeministria. Edhe një person që nuk del, edhe nuk jep dorëheqje, që gjitha këto afera korruptive, atër çfarë pret prej Spakut, kur Spaku është thjesht një qytetar, sikur se është Edi Rama, sikur se është Belinda Balluku, sikur se është Taulant Balla. Ai Spaku kur ai shkon e bën një punë ndoshta për $5,000 ose $10,000. Ta marrim kështu thjesht. A mendon ti se Spaku nuk do e falin Belinda Ballukun nëse Belinda e thot, okay, unë kam vjedh $200 milion, të jap një $2 milion dhe më shpëto. Mendon ti se Spaku s'po e bën gjë? E kur më thonë ta Spaku është i Amerikës, e pagun Amerika, ora Amerika nuk të rrinë ke shpinë aty. Nuk të rrinë ke shpinë, Amerika ndoshta ta jep një fond ose një këshill ose një të sugjeron diçka në lidhje me drejtsinë ose se si mundesh me arrit me dominu me gjeta të korrupsionit ku kanë bërë qytetar, por në fundit ai kryetari i Spakut dhe prokurorët e Spakut shkojnë e flenë në shtëpiat e tyre në Tiranë. Kështu që mu më duket shumë shaka kur thonë që Spaku, kur kryetari i gjithave është
në çështje që përveç tradhtisë kombëtare, nuk e di se ç'a mundet me bëj Edi Rama tjetër. Nuk e di. Atë tradhtim kombëtare s'kam arrit me kapsë dhe nuk e dihet atë lidhje të fshehta me Vučićin, me Greqinë, me këto vende që nuk kanë qenë, ose me Francën që asnjëherë s'kanë qenë afër Shqipërisë. Por me gjithë aferat korruptive, Shqipëria s'ka pas shtet mas 90-s. Këta duhet me pranu. Nuk ka pas shtet konsolidum. Ka bo përparime në raport me drejtsin, me drejtet e njeriut, por masi e morën këta të majtët, Partia Socialiste çdo gjë ka degenerue, aty është amulli, aty nuk mundesh me zgjedh drejtën tonë. Prandaj ikin shqiptar çdo moment, se nuk e gjojnë vetveten, nuk e gjojnë të drejtën, nuk respektohet meritokracia i Zotit. Aty është thjesht një shtet që është kthy sot, është bërë sikur se janë Kolombia, Meksika, një vend i lidhur me drogat, me terrorin, gjithse kush është i fiksuar nga njerëzit që kanë pushtet, që kanë para, atë janë me metodën më të lirë për me ikin. Pse? Se nuk e gjojnë veten, pranojnë me humb çdo gjë që kanë arrit me si me biznes, si me edukim, çdo gjë e lën nga mbrapa thjesht se jeta është shumë e shkurt. Nuk mundesh me priti 300 vjet ose 200 vjet derisa të bëhet një qeveri. Por në fundit, populli ai është që e bën atë lloj qeverie. E bëja ai populli ën që ka ndërtu atë lloj shoqërie me korrupsion, me rrushfete, me gjona domon që nuk i shef në asnjë vend të një shteti që është i konsoliduar. Një drejtësi domon që paguhet, një drejtësi që paguhet. Përderisa në Shqipëri, kriminali, njeriu që akuzohet për korrupsion, ose njerëz që kanë ikë nga drejtësia, tashi ajo reforma që thonë të drejtësi, ka prek njerëz që ndoshta kanë qenë, jo, domon nuk kanë qenë me Ramën, kanë qenë ndoshta shumica kanë qenë verior, domon që nuk janë pajtu me ato, por kesa dush që kanë bërë korrupsion, kanë vjedh. Drejtësia shqiptare ka vjedh për 30 vite. Atër këto njerëz, pse janë të lirë sot? Pse janë të lirë? Lej politikant, se këtë është ke drejtësia. Këta njerëz sot janë avokat. Këta shkojnë e bojnë ndërmjesimin mes palëve që janë në gjykatën, në prokurori, edhe gjyqtarëve ose prokurorëve. Domthon, për çfarë drejtësie po flasim këtu? Për çfarë shteti po flasim? Atër gjitha këto gjëra se njerëz nuk i shohin vetëm për citaze, por duhet me kap ke themeli. Themeli një shteti është drejtësia. Themeli i një shteti me funksionu është drejtësia. Aty drejtësi në Shqipëri nuk ka. Kur ti ke prokuror, gjyqtar, hetus, që nga policia, që secili në atë pozitën e vet është mundu ose ka nxjerr diçka nga ajo pozitë që ka. Morë thjesht edhe po se pati nxjerrë në mënyrë monetare, e ka nxjerrë me një drek ose me një favor që ka shku ke spitali dhe ka njohë se është policë ose diçka. Është shumë e habitshme domon se si funksionon në Shqipëri kjo gjë. Domon është tepër e theksuar. E kush e bën? E bën populli bashkë me se pjesë e popullit janë edhe drejtësia, edhe hetues, edhe un kam qenë pjesë e atij populli. Por kur e pash domon që për 4 vite në kruj, për 4 vite rresht, çdo gjë u shiste në prokurori edhe në gjykat. Absolutisht, domthon njerëzit flishin, pagova këtë, pagova atë, pagova këtë, sot komplet ajo pjesa që ka qenë në kruj, disa janë akoma në punë në për vende të ndryshme, një pjesë tjetër janë avokatsh, domthon që bajnë vetëm dilla, domthon thjesht bajnë sa kushton kjo çështje, kushton $200,000, okay, ti jap unë 100,000, 100,000 i merr i japim gjyqtarit edhe 100,000 marr për vete. Kaq thjesht. Kështu që po s'qen një vend, domthon po s'qen drejtësia aty ku duhet, unë nuk besoj as ke Spaku, as nuk besoj ke Belinda, as ke Rama, pasi nëse Rama do lëshoj Belindën,
faktikisht prap është në favor të Ramës. Pasi Rama del edhe thotë që drejtësia po godet krahun tim si që boni me Veliajn. Rama i shet kur e shef që nuk ka asnjë lloj rrugzidhje. Domthon në atë moment Rama e hedh poshtë. Domthon siç ja boni Veliajt, siç ja ka bërë shumë tjerëve. Bashkëpunon me ta, ja shansin e thotë, okay, kjo është e jotja ty, bë ça dush, vjedh sa dush, ma jep atë pjesën teme, po të zun ti do pagush. Edhe a ka në një logjik morale, domthon një kryeministe që zëvendësi ti sot është narrati e boni 4 intervista në për media shqiptare edhe tregon hapun, domthon gjitha aferat korruptive, Edi Rama nuk bën asi lloj prononcimi. Por Shqipëria kështu ka shku, domthon ato njerëzit e lig, ato njerëzit e pa drejt, gjithmonë kanë qenë në pushtet, njerëz që nuk e kanë dashur ta them vendin e tyre, se ti kur nuk e don vendin ton, atëherë domthon fakti ti kur vjedh, nuk jap drejtsin, nuk jap ligjin, të gjëra domthon që ti thjesht nuk e don vendin ton. Nuk e don vendin ton. Atëherë çfarë respekti duhet me pas shteti amerikan për ty? Po flasim shteti që themi që është një shtet i madh dhe është shteti i bazuar ke emigrantët. Kështu që përdesa në Shqipëri drejtësia të jetë e shantazhume, kuptimin e fjalës, jo shantazhume, sa e drama ndoshta nuk i thot atij kryetarit Spakut do të vras, por e shantazhon me vend pune, ose e shantazhon mes tjerëve, sikur ka shantazhua Ahmetaj me tekste kërcënim familjes, i ka ato mashët e tjera që i përdor, atëherë njerëzit normalisht do stepen se jeta është një herë, nuk është dy herë. Nuk ka prokuror ose nuk ka njerëz aq avdetar Shqipëria sikur se kanë qenë njerëz në përbotë që kanë dhënë jetën për vendin e tyre. Nuk e besoj që ka. Domthon, paktën këtë kohë jo. Përpara ndoshta ka pas, por sot për sot jo, nuk edhe është fatkeqësi në vërtet. Është fatkeqësi kur e shef domthon që një popull vazhdon të vidhet për çdo sekond, çdo minutë, është një lloj sikurse ta zafrime, nuk ke ku mu ankue, nuk ke asnjë lloj rrugzidhje, pse mediat i kontrollon, njerëzit ta shikosh vetëm YouTube. Nga këto kanalet kryesore që janë kanalet shqiptare domthon që japin politik në favor të Ramës 24 orë, edhe një syri televizion që është, po flasim, pak më liberal është ka ana e partisë opozitare. I ke njerëz të caktuar ose edhe në Facebook që janë me akanta falso. Nëse i shikon janë me akanta falso, si në YouTube, si në Facebook, si në Instagram, domthon që në atë ditë bajnë propagandë edhe t'ja shikosh, domthon shumica e tyre janë mbi emra që nuk ekzistojnë në Shqipëri. I kanë nga 30, 40, 100, 200, 500 shok që unë paka shumë kam bagi njerëz që i kam Facebook edhe nuk më dalin pothuajse asnjë common friends, domthon friend ashtu shok përbashkët. E si duket, kjo është thjesht ajo propaganda që Rama, qeveria Ramës, jo Rama ndoshta personalisht nuk e shunaj me asnjë, po i ka njerëz që merren me atë punë, që njerëz që paguhen prej mjesit deri në darkë me bo opozit në media sociale, me fol vrerë. Unë i shoh komente që njerëzit i bojnë ke kanalin, edhe ke kanali, ke këto intervistat e mia. Unë jam i lirë, unë jam në vërtet i pa angazhum në politik, në biznes në Shqipëri, jam domon çdo gjë e kam këtu në Amerikë dhe mundem me fol i lirë. Pra ne kam marrë këtu në vërtet, dhe nuk flas as me
me thonë jap jetën për Sali Berishën, as për një lider shqiptar, mundona me thonë ato që unë e një personalisht në shpirt edhe besoj. Unë besoj ke drejta, ke ligji, ke demokracia, por i shoh komentet që njerëzit bajnë edhe flasin në mënyrën më arrogante ose si me thonë, o, doli ky, po e mbron Saliun, o, ky ka qenë spion i Saliut, o, ky ka bo kështu. Domthon, a thu domthon se çdo gjë që flas, unë flas për Sali Berishën ose për Partinë Demokratike. Unë gjithmonë kam thonë ato, edhe gabimet e Partisë Demokratike, kam thonë ato që kam menduar që është gabim e kam thonë, publikisht. Nuk e kam mbrojt asnjëherë. Unë e mbroj idetë edhe atë filozofin e të djathtas në Shqipëri, por nëse e djatha e shoh që e shoh unë, ti ndoshta nuk e shef, se në filozofi çka shef ti nuk e shoh unë. Domthon ti ke mendim tjetër, unë kam tjetër, por mënyra se si komentojnë të njerëz, domthon duket që kështu e ka organizuar pushtetin Edi Rama. I shef ca njerëz që nuk kanë akanta, nuk janë, domthon real people, janë thjesht fake accounts, akanta që nuk ekzistojnë, që komentojnë çdo ditë se paguhen. E me qa paguhen? Paguhen me parat e iniciatorëve, me parat e korrupsionit që bëhen, me gjitha këto afera korruptive. Kështu që unë besimi ke Spaku për mu është zero. Pasi nëse Spaku do ishte në pozitën që duhet, po shkoj pak më mrapa, Erion Velia e du të ishe i akuzum për iniciatorin e Tiranës. Edhe aty marrën loja, se s'po flasim për Belinden ose për ato përgjime që janë bën në për këto kompanijet e ndryshme, se ja di ato Skype, whatever, që janë ato kompanijet e huja që kanë bo përgjime të zyrtarëve shqiptarë dhe të drejtësisë shqiptare. Atëherë, kush është në vërtet Spaku? Thjesht ata janë njerëz që paguën marrë një rrogë bagit majme dhe dhe veprojnë në bazë të momenteve që ta tërheqin publikun sot, nesër del një gjë tjetër, harrohet ajo, del një diçka tjetër, edhe kështu shkon Shqipëria duke u rregullis. Domthon u bën 36 vjet, si vjet është 2026-a, ti nëse don me kry një punë Shqipëri të se kryen dot, po nuk dhe para, pik. Se s'ta kryen ata, shko ke zyrat, edhe nëse takon 1000% ata të vënojnë, ta pështjellojnë punën, do të vënojnë, të po so shefi këtu, po është në kafe, po hajde nese, po zotni jeta shkon, hajde nese, hajde mas nese, edhe kështu njerëzit detyrohen atër, edhe nëse se kanë qëllimin me bë korrupsion, detyrohen që për hir me kry punë, duhet me pagua. Vetëm fakti, si më tregojnë njerëzit këtu me këto përveç me letrat e shtëpiave, njerëz që kanë ardhur sidomos nga veriu që kanë dashur me bë ato dokumentat e shtëpiave. Aty ashiqare, nëse ti kërkon që të bësh legalizimin e shtëpisë, të kërkojnë pare ata punës të bashkisë. Duke filluar nga Komza, nga Paskuqani në Tiranë, domthon kështu në mënyrën më profesionale, thotë, duhen kaq para nëse don. Nëse s'don basi po. Tash cila është rruga? Ku do manku se shefi është edhe më i korruptuar se ai punëtori. E shkon deri te kryetari i bashkisë, e shkon deri te kryeministri. Kryeministri dele thotë që këto është vend drejtësisë, nuk ka korrupsion, presim drejtësinë, presim kushtetuesen, a kupton, është unë do thosha që shteti i Enver Hoxha ka qenë më i mirë për shqiptarët se sa sot është shteti i Edi Ramës. Garantoj që me vun çdo aspekt pavarësisht diktaturës e mbylljes që ka pas Shqipëria, Enver Hoxha ka vrarë, ndoshta nuk e di se sa janë numrat që ka vrarë për 45 vite, vetëm sa njeriu është larguar që nuk kthehet asnjëherë s'ka për të kthyer, nëse kanë ikë 1 milion banor kanë për të kthyer ndoshta
10.000, 15.000, ja 20.000, 10%, 20%. Pjesa tjetër ka i nga Shqipëria, s'do kthehet asnjëherë. E kjo është thjesht politika që ka bë Edi Rama me të majtën në Shqipëri. E bashkëpunim me George Sorosin. Domthon, njerëzit harrun George Sorosin faktikisht, por me pa komplet botën përgjithësi këto 30 vitet e fundit, se si bota është çorditë në përgjithësi në çdo aspekt, pak a shumë këto janë pasojat që George Sorosi ka arrit me ndiku të në përgjithësi të këtë qeveritë e botës, pasi gjitha fondacionet që kanë qenë që nga Shqipëria, që ka qenë në 90-ën, me bursa që ka dhënë, me shoqëritë e hapura, me gjitha ato organizata që kanë qenë në teknikët të George Soros dhe janë financuar prej tij, gjitha ato njerëz se ne kena pasur shprehje se i thon qeni aty ku han le. Kështu që gjithë të njerëz që kanë qenë pjesë e financimeve George Soros sot janë në për media, janë në për vende kyçe, në për qeveri të ndryshme, edhe të gjithë e kanë ndikuar atë influencën ose ato politika që kanë qenë të George Soros. Ti shive vetëm sot sa damet po i bën e majta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, domethënë që sot Shqipëria, Amerika sot është pothush në kaos, pasi për 4 vitet e Biden, kufini ka qenë i hapur, qis ditën e parë domethënë që ata kanë ardhur në pushtet, i kanë thush i kanë zhvlerësua ato urdhrat që pa Trumpi në periudhën e parë ku ishte president. Kufini u boj hapur, çdo ditë ke pas nga 3.000 e 4.000 veta si mas statistikave vetëm nga Fox News, kanalet e tjera asnjë nuk e shfaqin këto, nuk i japshin informacion publikut se çfarë po ndodh në kufi të Amerikës. Atëherë normalisht kur ti le derën hapur, aty futen njerëz të mirë, futen njerëz shi, futen kriminal, futen njerëz që kanë bërë krime në për vendet e tyre, edhe bëjnë pjesë e shoqërisë amerikane, edhe bëjnë krime, bëjnë të gjëra që po bëhen sot. Ti vetëm para 3 ditë do në një si më thon aksion të këtyne ISIS, që ISIS janë të që merren me arrestimin e njerëzve që janë pa dokumenta. U vra një Amerikane diku nga 32 vjeçara pasi ja bllokoi rrugën ISIS. Me pa këta të majtit, politikat e këtyre të majtëve, me CNN, me gjitha këto që e suportojnë të majtën, edhe është shumë e habeshme domethënë se gazetarë sot nuk janë real, nuk janë fake. Janë gazetarë që i bën shërbim pushtetit, original sikur në Shqipëri. CNN, domethënë që ka qenë, që thoshin kanë pas sikur parull që the most trusted news. CNN sot është the most untrusted, kanali më i pabesueshëm është CNN sot. Me gjithë ata Anderson Cooper me këta gazetar, pasi i shërbejnë sistemit, i shërbejnë të majtëve. Po si mundesh me thonë ti që populli ka drejt më ngritë se po i kthejnë emigrantat që janë pa dokumenta, emigrantat që kanë bërë krime? Si? Ai që ka bërë krim zotni të shkojnë në vendin e vet, pik. Nuk e du këto. Unë jam amerikan për vete, po nuk du zëzak prej Somalia, prej këtyne vendeve që vinë edhe bëjnë krime. Po i paguajnë, janë të krejt, domethënë të paguar nga dikush që dalin e protestojnë. Ajo humi veten thjesht se e humi jetën se i kundërshtoi policit, e deshim i vrarë policin. Atë këto mediat e majta, e të majtit, si më thonë, e ndezin. Original sikur ka bo e drama në 21 janarin. Exactly, sikur po bën sot Amerika në Iran me opozitën. Se Amerika ka normalisht që ka forcë edhe e ushqen opozitën. Edi Rama ushqej ata për krasët e tij me 21 janar, edhe u detyrua që u vran
katër veta, katër shqiptarë shkret për karrikën e Edi Ramës. Për karrikën e njeriu që vazhdon ta vjedh masivisht popullin shqiptar, vazhdon t'ia shesin pasurit toksore, nën toksore, pozitat më të mira që vendi jonë i ka t'ja japin të hujve, pa asnjë lloj marrëveshje. Unë nuk jam që Shqipëria të izolohet, mos të kenë investitor të huaj, por gjitha këta investitor janë me, si me thonë, janë me hije, janë me shedit. Se ku shkon i gjonë sa investitor, ka Arabia, ka vendet që janë të korruptume, është shumë habishme se pak investitor ka investitor Amerikan, ose Gjerman, se ku i gjonë këto investitor nga vendet dhe që janë kanë probleme në vendet e tyre. Por, përdesa drejtësia shqiptare mos ta godasin kreu në organizat, sikur se thot ai ish zëvendës kryeministri, unë nuk besoj as ke edhe nesër me arrestu Belinda Ballukun ose Veliaj ose arrestoj atë ish ministrin e Rëndës, si kaj, që ishte në Burg, se po ja harrem atë shi. Samir Tahiri. Samir Tahiri. Shqipëria u kthy komplet një vend marijuane, gjithë Shqipëria. Edhe kjo ishte thjesht e lidhen me policinë, me njerëzit që ishin në pozita në çdo rreth, që marrin atë pagesën e tyre, me doganet, e njëjta gjë. Shkot doganier, ti duhet më ia dhon shefit atje në Tiranë, shefa çdo gjë kalon. Unë para asistova disa kur kaloj kufinin nga Shqipëria për në Kosovë, edhe kundërta në një moment po kalosh aty dhe policia doganore. Unë disha këto policia kufitare, do më këta që të kontrollojnë pasaportin, po kishte edhe një polici doganore, do më doganat, që bëshin kontrollën aty njerëz që vishin nga Kosova. Mas një bisede, më thot ai persona, thot, në që, thot, unë nuk paguaj asnjëherë dogan. Po i thash si s'paguën dogan? Tha, no, shumë e thjeshta. Këtu tha paguajmë ata doganjerët, nëse me rregull mu më kushton me paguë 1.000 euro në dogan, ta jap 500-600 aty në doganjerëve, ata ja çojnë atë hisën e vet, pjesën e vet atij tjetër të shefit atje në Tiranë, edhe çdo gjë kryhet. Domthon shteti funksionon privat. Kaq. Kështu që atë shtet e kena ndërtu vet, atë shtet e mbajmë vet në fuqi, edhe vet populli, fakti që sot nuk ngrihet askush, e kanë humbë besimin edhe te vetvetja, se ti kur humb besimin nuk ngrihesh. Domthon e din që edhe me hek këta hajdut do vinë hajdut tjerë, se janë hajdut vet, domthon çdo njëri që shkon në pozitë Shqipëri, që do më shku për pozitë ose me luftu diçka, vetë populli nuk i beson, edhe sikur me pas një biografi shumë mirë, thot, ky do shkoj, thot, me u bë hajdut. Pse? Ashtu ka konceptin e ndërtum, se thot, ajo është hajdut për vete, edhe thot, edhe ai ka për të mbjedh. Vetëm fakti mas zgjedhjeve që bën, domthon grupimi i partive që bën si më thon koalicion përpara se më hyjnë zgjedhjet në Shqipëri, të zgjedhjet e fundit, domthon Llapaj me këto partitë e tjera të vogla, me Shehaj, që dolen veçantë. Nëse ti thjesht lufton për një qëllim vetëm që me rrezu qeverinë e Edi Ramës, atë duhet më bashku për hir një gjë më të madhe, jo thjesht për hir një karrike ose një pozite që merr në parlament, ose një rrogë që merr në parlament. Edhe fakti mas zgjedhjeve e pam domon se si degeneroi situata, domon që nuk arritën me bë asnjë lloj koalicioni, nuk arritën me marr as deputet sa duheshin, sa mendoshin me marr. Fakti që sot Llapaj del edhe bën një tubim para kryeministrisë, që është diçka normale, por fakti që nuk ka suportim tregon se populli e humbi besimin, edhe nëse ja dhan 70.000 vota sa mori, domethënë që nuk i di saktë numrat, sot nuk dalin. Ku janë ato 70.000 njerëz që votuan për Llapaj? Se e pan që edhe Llapaj ishte thjesht një
person që lufton me fitu diçka, me marrë diçka për ati vendit. Kështu që është shumë e vështirë, nuk e di se si çfarë rrugë ka përshu Shqipëria në të vërtet, ose çfarë rrugë zgjidhje me dhon, përveç se me thon, sikur se Venezuela që sot Amerika ja mori presidentin për 48 minuta e solli këtu. Nuk e di përveç se marrë një shtet tjetër me na drejtu se shqiptarët në vërtet nuk kanë dhënë prova që mundën me bë shtet. Në Kosovë kom pas shpresa më të mëdha dhe kom prap besoj te populli i Kosovës. Në Shqipëri ne asnjëherë s'kena ditë me bë shtet, asnjëherë ditë s'kena ditë me respektu ligjin. Gjithmonë kena bashkëpunu me njerëzit që kanë qenë armiq Shqipërisë, jena korruptuar. Edhe në kohën e Turqisë, për hiret për një hiret një prone që s'ta ka regjistru me pagu taksa, ose për hiret se të ka thënë që nuk t'i çoj fëmijët ushtar, ose për shumë e shumë sa të tjera, domthonjë një na bë bashkëpunëtor të turqve. Kështu me Gjermanë, kështu me Italianë, domthonjë ky lloj populli jena, fatkeqësisht edhe nuk e di se ne themi jemi popull i lashtë në Ballkan, por në përgjithësi kompleta e pjesë, ndoshta që ka qenë e ndikuar shumë edhe prej shqiptarëve që nga Kroacia deri në përvezat e në Greqi, gjitha e pjesa e Ballkanit është pak a shumë e njëjtë. Sa zbret në për raporte në për këtë vend e shef punëtorët e mbështetën në për raporte të pitë cigare, do me kry një punë, shkojnë avash, ndryshon komplet sistemi. Nuk është mundën me nejt me orë tana, me ditë tana me shpjegu, domthonjë se si unë e shoh për vete, nuk e di se si e shohin tjerë, domthonjë kur largohesh prej Amerike, se si ballafaqohesh me një sistem komplet ndryshe kur shkon në Evropë, sidomos në atë pjesën e Ballkanit. Zoti Kortoçi, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Shumë faleminderit edhe për ju Gurian. Kënaqësia është e një, mundona me dhënë atë opinion që unë mendoj, njerëzit nuk kanë nevojë me u bë mu mërzit, se gjithë se kush ka atë mendimin e vet, unë mundona me qenë që të paktën ato që them unë me godit, ose me i pëlqyer një pjesë që mendojnë ashtu si mendoj unë, por nuk do të thonë që mendimet e mia janë mira për çdo njanin, kështu që uroj ty edhe shikuesit më të mirën për vendin tonë, për shqiptarën përgjithësi, kudo që janë.